Përshëndetje. Pacienti Besart Abazi, a është zgju? Po, është zgju, pra më ka pasur edhe vizita. Vizita? Nuk na keni lajmëru? S'm kanë thonë me të lajmëru. Mira, në cilën dhomë është? Mundi me vazhdu. Përshëndetje Besart. Unë jem Shqipërim Syla. Jam hetues i policisë. Këtë rast hetues në rastin tënd. Deshta me t'i bo do pyetje. Rregull. Emri mbi emri? Besart. Besart Abazi. Abazi. Vendlindja? Gjermani. Emri prindit? I nanës saj babës. Zakonisht na tregojnë të babës, po cilin dush? I nanës Lilieta. I babës? Ramadan. Ku jetojnë prind? Kanë vdek. Në ngushëllime. Adresa? Gjermani. Stuttgart. Jo, po menoj në Kosovë. Unë ju marrë për kësesh këtu. Jem të najtë me qira. Prenta nuk ka ndonjë shtëpi, ndonjë pronë, dikon ku ke mujt me nejtë? Jo. Ku marrë qysh thash për kësesh, po se kum ditë kush është baba jam. Mas i ku marrë dhe ku marrë vesh që ka vdek. Je keq Besart. Cilo është raporti jot me Raifin? Një Raif që unë e një lidhja është pak e ndrelikume. është doja i vllau tem prej babës. Kështu. A i tregom kur je taku me Raifin për herë të fundit? Para një 2-3 dite, në është asë më kujtohet sakt. Atë ka kërcënu Raifi me armë? Besart. Po jo në është atë qysh e merë te atë kërcënim. Nuk ka këtu qysh e merr ti. Të pyeta atë ka kërcënu me armë, përgjigja duhet të jetë po se jo. Po, se besoj që i ka pas qëllimin e keq. Ku ke qenë, a me kanë ke qenë në momentin kur je plagos? Atë kujtohet? Nuk e di sakt, u kon paka shumë si mjegull, s'u kujtohet. A ka qenë Raifi që të ka plagos? Jo, s'ka shansa heq. Po the se si i sigurt. Nuk jam i sigurt
se s'ku mujt me po kur gjo. Veç e di që u ka një kërë, ka dalë dikush, ka gjujt, nuk e di. A mon men ftyrën, a veturën, a ngjyrën, a diçka që të kujtohet, tabelat për shembull. Jo, se s'ma ka morë majna që mund të mendoj diçka, se du mos kaq shpejt. Oh, dora. Besart. Ka diçka që si jetu më tregu? Jo, veç jam hala i lodhën edhe tonë këto pyetjes, po di. Në rregull. Edhe njerë po të pys. E i sigur që s'ka qenë në Raifi. Unë thash edhe një herë që jam shumë i sigurt edhe nuk ka shansa me konë Raifi. Më falni, po duhet m'ja kontrollu gjendjen. Veç edhe pak. Jo, nuk bën. Tash ki ka nevojë për terapi edhe me pushu pak. Për ndryshe nuk marrën përgjegjësi. Se mujna me vazhdu masanej se jam shumë i lodhën. Shimi mas dite. Edhe diçka të lutem. Arma me cilën të ka kërcënu Raifi, a ka qenë e vërtet, a plastikës? Nuk kam qysh me di se s'jam ekspert i armëve. Shimi mas dite. Kështu që ketë u myt me pyetje. Mos tani se sot jam 12 orë në drem, çat kish nevojë, këtu jam. Falendej shumë, veç nuk e di pse po më lart krahu pak. Apo një jesh mirë? Po. Veç kam nevojë me flajt, pak më shumë. Okej, në rregull, unë e po dal, çat kish nevojë, këtu jam. Okej. Hall, pse e kanë marrë dje gjyshin policia? Me siguri na nga të rrezë shpirë, se s'kam pas pse me marë. Po pse s'ka ardha i mbram, pse e kanë ardhë policia? Po me siguri u dasht me verifiku diçka dhe për që ata e kanë majtë. Po kush ka me më shumë në shkollë, a i gjithë më ka qunë në shkollë, të si e gjithë këto me më qunë në shkollë, a edhe më ka bli me hangër. Shpirt, kur do që ki nevoj, unë e qojnë shkollë, edhe gjyshi më sot nesër vjen, okej? Me siguri e kanë marrë që kanë gjujt dje armë në shpe. Kusht ka thonë ty që kanë gjujt me armë në shpe? Ato gratë e kujshive kanë ardhë me najtë e anin e shatë e folë. Po ato gratë s'kan tjetër punë. Ti s'dush mi besu çdo gjë që nina, okej shpirt? Unë sot masi të lon shkollë, ko me shku te gjyshi edhe po të premtoj që sa ma shpejt ko me kthyn në shpe. Shala si e ka folë se ato gratë e kujshive.